Pas disa ditësh në arrati është vedorzuar në policinë e Gjirokastrës Kamber Sulçaj, autori dyshuar i vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki. Ai është vedorzuar pas negociatave përmes avokatit të tij dhe policisë. Ngjarja rënd ku mbeti fillimisht i plagosur rënd biznesmeni italian, por më pas ndërroi jetë ndodhi me 27 shtator në afërsitë të Salarisë të Pelenës, ku Sarki kishte shkuar në banesën e mikut të tij Qeren Braçit dhe djemve të tij për gjah. Kujtojmë se ditën që ndodhi ngjarja rënd, autori tashmë i arrestuar Kamber Sulçaj po udhëtonte me makinën e tij drejt stanit që kishte në pronësi, jo shumë larg vendit ku ndodhi ngjarja. Në rrugë ai është ndeshur me automjetin ku ndodhi Gazmend Braçi së bashku me disa miq. Për shkak të dritave të gjata të ndezura, mes tyre ka shpërthyer një debat i ashpër verbal i shoqëruar me fyerje dhe sharje. Pas përplasjes verbale, Gazmend Braçi është nisur drejt banesës së tij në Salari, por Sulçaj dyshohet se e ka ndjekur nga pas. Makina Braçit është prishur dhe i ka telefonuar Taati në Qeren Braçin që të shkonte ta ndihmonte. Ky i fundit është nisur me 2 makina drejt vendit, ku në një prej mjeteve ndodhej dhe biznesmeni Sarki. Sapo kanë mbërritur në drejtim të tyre shqetësuar me armë zjarri. Një prej plumbave ka goditur italianin, i cili më vonë ka humbur jetën si pasojë e gjakderdhjes së madhe. Sulçaj ka vijuar të qellojë për disa minuta, duke mos lejuar që personat të largoheshin, ndërsa më pas fshehu makinën në një zonë të pyllëzuar. Policia mori në pyetje edhe 2 dëshmitar, të cilët në atë moment po kalonin me motor. Ato pohuan se kishin dëgjuar konfliktin dhe të shtënat me armë, por nuk arritën të dallonin personat për shkak të errësirës. Sipas ekspertëve, autori kishte përdorur një armë gjahu me vjaska dhe me dylbinate, të ngjashme me ato që përdoren për gjuhë e tij, armë të cilën e ka dorëzuar këtë të njëjtë në polici.